Reforma territoriale po shndrohet në një tjetër vatër përplasjesh politike në kuvent, teksa palët dështojnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët për mënyrën se si do të funksionojë komisioni i posaçëm parlamentar. Majoranca socialiste i ka dhënë një mundësi të fundit për konsensus përpara se të çojë atë që e cilëson si mekanizëm zhbllokues, i cili parashikon heqjen e formulës së bashkëkryesisë dhe të drejtës së vetos nga opozita. Sipas socialistëve, ndryshimet synojnë të shmangin bllokimin e procesit dhe të garantojnë vijimin normal të punës për hartimin e hartës së re administrative, por opozita e sheh këtë lëvizje si një përpjekje për të përjashtuar zërin e saj dhe për ta kthyer reformën në një vendimarrje të njëanshme. Me konsulencën e bashkëkryetarit, jo vetëm kjo mbledhje, kjo është nur, dhe mbledhjet e tjera që i sillni si argument dhe i interpretoni si bojkot, nuk janë thirrur në konsulencë me kryesinë e komisionit që përbëhet nga 2 bashkëkryetar pa zgjedhur sekretare. Pra, ku është rregullorja e parlamentit këtu? Çfarë është pazari jemi këtu ne? Dua unë, ky është çmimi, s'dua unë, s'ka çmim. Kjo është e turpshme dhe më e turpshme ishte ai ultimatumi që u dha në konferencën e kryetarëve. I morët gjitha, i morët avokatin e popullit, komisionet e posaçme, hetimorët nuk i lejoni. Po mirë më merrni dhe komisionet e përhershme. Pse nuk i merrni? Pse nuk i merrni? Bëni një vendim nga antarët e komisionit, se është absurdi tjetër. Vinë këtu antarët e komisionit posaçëm dhe firmosin ndryshimin e përbërjes komisionit. A e kuptoni ku ka arrit fantazia dhe çmenduria juaj? Si mundet antarët e një komisioni kërkojnë ndryshimin e atij komisioni? Si mundet e njëjta trup votuese këtu që ka votuar një herë një komision posaçëm në konsensus politik të votoj prap ndryshimin e këtij komisioni dhe të heqë paritetin? Paritetin më. Të merrni ju shumicën. Po pse më noterët e ju jemi ne, të vim ne para jush dhe ju të bëni çfarë doni me reformën territoriale, e bë cop Shqipërinë me reformën territoriale. Nga ana tjetër, përfaqësuesit socialist reaguan ashpër ndaj qëndrimeve të demokratëve. Ça thonin dark, nuk e thonin mjes. Doli dje ky zotria, tha pyeta edhe ChatGPT-n për ta kuptuar se ça tha, se ishte vështirë ta kuptoje. Më komunikuan mbrëm që ju jeni të rrequr nga bojkot. Të paktën këtë haber na keni sjell dje. Shoh sot që jeni të rrequr nga ajo që keni vendosur dje. Të paktën më ndjeni koleg, nëse unë e kam kuptuar gabim, ta nuk janë të rrequr nga bojkoti. Një ditë më parë, Partia Demokratike kishte deklaruar se do të marrë pjesë në komision vetëm nëse ruhet bashkëkryesia dhe e drejta e vetos, ndërsa mirëjatimi i mekanizmit zhbllokues do të sjellë reagim të fortë politik. Në këto kushte, reforma territoriale mbetet e zhbllokuar mes akuzave të ndërsjellta, duke rritur rrezikun që një prej proceseve më të rëndësishme administrative të fundit të realizohej pa konsensus, duke rritur rrezikun që një prej proceseve më të rëndësishme administrative të vendit të realizohet pa konsensus të gjërë politik.